mësuar që t'i referohemi buxhetit shtetit, por buxheti shtetit tani më është vetëm njëri nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Dhe natyrisht që buxheti shtetit është më i thjeshti, sepse përcaktohet nga qeveria, miratohet nga parlamenti, edhe vjen tek bujku apo tek fermerët me një kanal të drejt për drejt që është aplikimi përkatës. Ndërkohë që komponentët e tjerë janë pak më të vështirë në thonjza, por janë komponentë që do të bëhen gjithmonë më të pranishëm dhe që duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Unë mund t'ju them me plot gojen që sot në vendin tonë çështja e financimit të projekteve që secili ka dhe të punëve që secili do të bëjë nuk është problem në aspektin financiar, në aspektin e parave, sepse parat janë. Por ajo që është problem është mungesa e informacionit dhe mungesa e përgatitjes për t'i thithur ato para. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për atë që lidhet me Bashkimin Evropian. Ne do kemi gjithmonë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Por fondet nga Bashkimi Evropian lidhen drejt për drejt me sa të aftë jemi ne që t'i thithim. Sa të aftë dhe të përgatitur janë sektorët që t'i thithin. Sa i aftë dhe i përgatitur është një sipërmarrës që t'i thithi. Dhe për këtë duen disa gjëra jo shumë të ngatruara, por disa gjëra që nuk mund shmangen, që lidhen me një dosje e cila duhet të ketë brenda një projekt dhe argumentat që ky projekt vlen dhe ky projekt duhet financuar. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit 2. Ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti. Dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2